Trabzonspor ka refuzuar 12 milion euro për Ernest Muçin. Së fundmi janë zbuluar 2 klube të Bundesligës që kanë shprehur interes për futbollistin shqiptar. Hoffenheim dhe Eintracht Frankfurt informuan së fundmi Trabzonsporin që janë të interesuar për Muçin. Burimi është Serdar, i njohur për lajmet që lidhen me Trabzonsporin. Hoffenheim ka treguar se beson te futbollistët shqiptar. Pjesë e tij janë Albian Hajdari, Leon Avdullahu dhe Fisnik Aslani. Trabzonspori ndërkohë nuk do të heqë dorë lekt nga shërbimet e Muçit. Për të afruar në ekip, janë shpenzuar 9.5 milion euro në total. Muçi mund të jetë drejt një aventure të re pas kësaj në Turqi. Më parë ka shkëlqyer në Shqipëri dhe Poloni. Ernest Muçi mund të largohet nga Trabzonspori dhe për këtë po shkruaj në Turqi. Së fundmi flitet për një ofertë prej 12 milion eurosh, që është refuzuar nga klubi turk. Kjo është edhe një shifër rekord që ofrohet për Muçin. Lojtari i kombëtares shqiptare shitej për 10 milion euro nga Legia te Beşiktaş. Më pas, Trabzonspori t'i kushtoi 9.5 milion euro në total që t'i zotëronte kartonin. Detajet të tjera ndërkohë dalin në skenë. Oferta e radhës për Muçin nga i njëjti klub që u refuzua, por të cilit nuk i zbulohet emri, mund të shkojë deri në 15 milion euro. Muçi shkëlqeu në sezonin e fundit në Trabzon. Për këtë, ka tërhequr vëmendjen e klubeve në Europë, të cilat duken të gatshme për një sforco financiare që të përfitojnë shërbimet e fantazistit shqiptar. Arjon Ibrahimović është përfshirë në listën e top 15 lojtarëve më të kërkuar në botën e futbollit që nga fillimi i këtij viti. Transfermarkt ka publikuar 15 emra, të cilat janë lidhur me më shumë klube se pjesa tjetër. Futbollisti me origjinë shqiptare mban vendin e dytë. Ibrahimović, kartonin e të cilit e zotron Bayern Munin, është lakuar në plot 13 klube të ndryshme. Më shumë se ai, ka parë vetëm Abubakar Sedikinte, pikërisht me 15 klube. 20 vjeçari që luan në moshat e Gjermanisë e mbylli sezonin e fundit si i huazuar të Heidenheim. Disa prej emrave të cilat përmenden si destinacioni i radhës janë Hoffenheim, Augsburg, Werder Bremen, Stuttgart, PSV, Brighton, Crystal Palace, Fulham, Brentford dhe Aston Villa. Te Heidenheim pati një rritje të madhe, pavarësisht se klubi në fjalë ra nga kategoria. Ibrahimović po ashtu ka luajtur me ekipin e parë të Bayernit, por nuk është në plane për të ardhmen. Më parë është treguar edhe si dëshire trajnerit Alban Bushi te kombëtarja U21. Për shkak se nuk ka luajtur me ekipin e parë të Gjermanisë, ekziston akoma mundësia që në të ardhmen të vesh fanellën kuqezi. Ledian Memushaj ka nisur një kapitull të ri të rëndësishëm në karrierën e tij, teksa është prezantuar si trajneri më i ri i skuadrës së Team Altamura në Serinë C italiane. Ish mesfushori i kombëtares, i cili ka nisur tashmë karrierën e trajnerit, provoi Serinë D me klubin e Leon, e tashmë është ngjitur një kategori më lart, në një klub që ka besim se ai mund të bëjë një hap tjetër para. Kjo duket nga fjalët e drejtorit sportiv të klubit, Matteo Lauriola. Ai është një surprizë si trajner, por e njoh që nga koha e tij te Karpi dhe Lecce. Si lojtar, ai ishte një lider. E kontaktova edhe vitin e kaluar, por ekzistonte faktori i panjohur i një grupi të ri, një kategorie të re dhe ai si një fillestar. Ai do të bëjë të flitet për to, sepse është një trajner me një prirje të fortë ofensive dhe koncepte që përputhen mirë me grupin që kemi tashmë. Projekti tekniko-taktik po vazhdon, pavarësisht ndryshimit në pankinë. Ai ka shumë personalitet dhe koncepte të qarta. Ishin fjalët e drejtuesit që i ka besuar skuadrën me mushajt. E ardhma e Cristian Aslanit vazhdon të mbetet një nga temat më të diskutuara të Interi në prag të merkatos verore. Mesfushori i kombëtares nuk konsiderohet i paprekshëm nga drejtuesit zikaltër, të cilët po vlerësojnë mundësitë për të sistemuar përfundimisht situatën e tij gjatë muajve të ardhshëm. Sipas raportimeve nga Italia, Interi mund të arktojë një tjetër shumë të rëndësishme nga largimi i Aslanit. Klubi turk i Beşiktaşit po monitoron me interes situatën e 24 vjeçarit, edhe pse duket e vështirë që të paguajë 12 milion euro për kartonin e tij. Drejtuesit e Interit janë të fokusuar në ndërtimin e skuadrës për sezonin e ri, dhe shitja e disa lojtarëve konsiderohet pjesë e strategjisë për të krijuar hapësira financiare dhe teknike. Në këtë listë përfshihet edhe Aslani, i cili gjatë viteve të fundit ka pasur vështirësi për të siguruar një vend në formacionin titullar.
Megjithatë, asgjë nuk është vendosur përfundimisht. Inter i pret zhvillimet e merkatos dhe ofertat konkrete, ndërsa e ardhma e mesfushorit shqiptar pritet të sqarohet në javët e ardhshme. Për momentin, Beshiktashi mbetet një nga klubet më të interesuara për shërbimet e tij, por mbetet për tu parë nëse palët do të arrijnë një marrëveshje për transferimin përfundimtar. Luis Hasa ka përfunduar me sukses huazimin e tij te Carrarese dhe tashmë është rikthyer te Napoli. Por qëndrimi te të kaltrit nuk do të jetë i gjatë. Mesfushori shqiptar pritet të largohet nga skuadra napoletane. Mediat italiane bëjnë me dije se për të ka shfaqur interes Avelinoja. Kjo e fundit do të luajë në Serie B sezonin e ardhshëm dhe drejtohet nga një legjendë e Milanit dhe e futbollit italian, Alessandro Nesta. Megjithatë, konkurenca për Luis Hasan është e madhe, pasi edhe ekipet të tjera kanë shprehur interes për shërbimet e tij. Kalimi i Maurizio Sarri te Atalanta pritet të sjellë ndryshime të shumta në skuadër, por Berat Gjymshiti vazhdon të konsiderohet një nga pikat më të sigurta të repartit defensiv. Sipas mediave italiane, mbrojtësi i kombëtares shqiptare është pjesë e planeve të trajnerit të ri dhe shihet si alternativa kryesore me eksperiencë në qendër të mbrojtjes. Edhe pse kalimi nga skema me 3 mbrojtës te rreshtimi me 4 do të sjellë konkurrencë më të madhe, Gjymshiti mbetet një element i rëndësishëm në organikën zikaltër. Në një repart ku priten lëvizje gjatë merkatos, 33 vjeçari vlerësohet për përvojën dhe besueshmërinë e tij, ndërsa drejtuesit e Atalantës nuk parashikojnë largimin e tij gjatë kësaj vere. Gabriel Ramage është kapiteni i Atalantës U20, të cilit i konfirmohet kalimi tek ekipi U23 i Atalantës. Kështu, në edicionin e ardhshëm do të luajë në Serie C. Qendërmbrojtësi vendosi të afrohej te Shqipëria U21, pasi la Italinë U19. Me ekipet e moshave të Atalantës, që nga edicioni 2021-22 ka regjistruar 147 ndeshje. 20 vjeçari mund të ketë një mundësi të mirë për t'u promovuar. Trajner pritet të jetë Nicola Corrent, i cili aktualisht drejton Parmën U20. Besnik Hasi ka nisur pak ditë më parë një aventurë të re në pankinë në karrierën e tij. Ish mesfushori i kombëtares shqiptare ka marrë drejtimin e Ahmetspor në Turqi dhe tashmë do të drejtojë atje, me shpresën për t'u kthyer përsëri në skenat e rëndësishme të futbollit evropian. Hasi në sezonet e kaluara ishte në stolin e Anderlechtit, por nuk mundi ta kthente atë ekip në pretendent për titullin. Ai u shkarkua disa muaj më parë dhe tani ka vendosur të largohet përsëri nga Belgjika për të tentuar një aventurë jashtë. Ai u prezantua 2 ditë më parë te Ahmetspor dhe tani duket se ka nisur puna për të përforcuar ekipin me një futbollist shqiptar që ka të hequr vëmendjen e klubit. Sipas mediave turke, klubi i Ahmetspor është vënë në ndjekje të Rej Manajt, duke e parë si përforcim të mundshëm për sezonin e ardhshëm. Manaj i u bashkua përsëri Sivasporit gjatë merkatos së dimrit, por me ndërrimin e drejtuesve të klubit 2 javë më parë, edhe ai ka vendosur të largohet nga kjo skuadër, e cila nuk ja doli të kthehet në elitën e futbollit turk. Për të siguruar firman e tij, Ahmetspor duhet të mposhte edhe rivalitetin e Çorum apo Kayserispor, të cilat gjithashtu raportohet se kanë shfaqur interes për sulmuesin e kombëtares shqiptare. Kjo do të jetë një verë vendimtare për të ardhmen e mesfushorit të talentuar shqiptar Dejan Vranici. Mesfushori me tipare sulmuese, pas shumë vitesh në Akademinë e Parmës, ka vendosur të largohet për të provuar futbollin profesionist. 20 vjeçari vjen pas një sezoni me luhatje për shkak të dëmtimeve që i kanë kufizuar minutazhin në fushë, por shpreson që në klubin e ri të arrijë të tregojë sa vlen dhe cilësitë që ka, të cilat e kanë bërë prej vitesh pjesë të ekipeve të moshave të Shqipërisë. Sipas mediave italiane, janë klubet e Novara, Alcione Mikano dhe Pescara në Serie C, ata të cilat kanë shfaqur interes konkret për të firmosur me djaloshin shqiptar. Tashmë mbetet të shihet se cila do të jetë zgjedhja e tij për hapin e parë të madh në karrierë. Laurent Tolaj është bomberi që po tërheq interesin e disa klubeve të rëndësishme në Championship. Bomberi shqiptar ka shënuar plot 58 gola në 3 edicionet e fundit, ndërsa ka asistuar edhe 30 të tjerë. Kontributi i tij në 88 gola dhe në duke u rritur për gjatë 3 viteve, ka bërë që të jetë një nga sulmuesit më efektiv. Për këtë, janë shfaqur pas tij edhe klube me pretendime në Championship. Edicionin e fundit e mbylli me Plymouth në League One, që është ndryshe kategoria e 3 për nga rëndësia në Angli.
Shërbimet e tij ndërkohë i kërkojnë Millwall, West Brom dhe Stoke City, të tre këto klube me synime të mëdha. 24 vjeçari ka kontratë të vlefshme deri në vitin 2029. Ngjitja në një nivel më të lartë duket e pashmangshme, ndërsa duhet përmendur fakti që mund të luajë për Shqipërinë. Tollej deri tani është aktivizuar vetëm me moshat e Zvicrës. Nëse federata e bind, kuqezimve mund të ushtohet një bomber. Më parë është shfaqur duke festuar gola me shqipon, duke treguar lidhjen e tij me origjinën. Fundi i muajit qershor do të sjellë rikthimin e disa lojtarëve nga huazimet te klubet e tyre respektive në Serie A. Mes tyre edhe dy futbollistët shqiptar, Kristian Aslani dhe Marash Kumbulla. Sipas një analize të publikuar nga mediat italiane, rikthimi i lojtarëve që nuk janë pjesë e planeve afatgjata të klubeve përbën një barë financiare të konsiderueshme për skuadrat italiane. Në rastin e Interit, Kristian Aslani do të kthehet nga Beshiktasi me pagën e mesfushorit shqiptar që ka vlerën e rreth 1.4 milion eurove në sezon. Zikaltrit pritet të kërkojë një zgjidhje të re në merkato për të shmangur mbajtjen e një lojtari jashtë projektit teknik. Një situatë ngjashme paraqitet edhe te Roma me Marash Kumbullën. Mbrojtësi shqiptar rikthehet nga huazimi te Mallorca, ndërsa kontrata e tij i kushton klubit verdekuq rreth 1.8 milion euro në sezon. Edhe pse Roma nuk e konsideron çështjen shqetësuese, e ardhmja e Kumbullës mbetet e hapur dhe gjatë merkatos verore priten vendime për destinacionin e tij të ardhshëm. Në total, Aslani dhe Kumbulla përfaqësojnë mbi 3 milion euro kosto vjetore për Interin dhe Romën. Ndaj të dy klubet do të synojnë të gjejnë zgjidhje sa më shpejt për të ardhmen e dy lojtarëve shqiptar. Portieri Ramaj nuk është në planet e Borussia Dortmund. Ky është raportimi nga Gjermania, ku tregohet se portierit i është komunikuar vendimi i klubit. Ramaj u transferuar për 5 milion euro në shkurtin e vitit 2025. Kontrata e cila zgjat deri në vitin 2029 është një problem. Pas huazimeve te Copenhagen dhe Heidenheim, mbetet për të parë cila do të jetë aventura e radhës. 24 vjeçari po largohet nga Dortmundi akoma pa debutuar, ndërsa një vit më parë shprehej se nuk pranon stolin. Interesante do të ishte nëse do të shfaqet sërish si opsion për Shqipërinë. Zgjedhja e tij e parë është Gjermania, ndërsa më parë zbulonte se kontaktohej nga kuqezimt. Një prej emrave më të nxehtë në merkaton e verës pritej të ishte padyshim Steven Shpendi. Sulmuesi i talentuar kishte shkëlqyer në edicionin e fundit me fanellën e Empolit dhe raportohej se disa klube ishin vënë në ndjekje të tij edhe nga Serie A. Por në mënyrë të papritur, është mësuar se ai është pranë firmës me një tjetër skuadër të Serisë B. Sipas Sky Sport, Shpendi po bëhet gati të transferohet në radhët e Padovas, e cila është gati të blejë kartonin e tij nga Empoli. Arsyeja mësohet se është raporti që ai ka me trajnerin Antonio Calabro, i cili e ndihmoi të rikthehej në formë në sezonin kur ishte huazim te Carrarese. Calabro do të marrë drejtimin e Padovës dhe Shpendi ka qenë një nga kërkesat e tij, që klubi po bëhet gati të plotësojë. Gjatë ditëve të fundit, kanë qarkulluar masivisht informacione se sulmuesi i Shqipërisë, Arber Hoxha, do të kalonte nga Dinamo Zagreb te Widzew Łódź. Megjithatë, qasja e gazetarit polak Tomasz Wlodarczyk i ndryshon të gjithë skenaret. Wlodarczyk shprehet i bindur se transferimi i shqiptarit te Widzew Łódź nuk do të ndodhë, pavarësisht aludimeve. Nuk jepen më shumë detaje nëse ka të bëjë me kërkesat e Dinamo Zagreb apo sulmuesi kuqezi kërkon ekip më dinjitoz në arenën e futbollit evropian. Hoxha ka kontratë me skuadrën nga Zagrebi deri në verën e vitit 2029, ndërsa kartoni i tij vlen 3 milion euro sipas Transfermarkt. Para disa muajsh, qarkulluan informacione se për 27 vjeçarin ishte interesuar edhe Hull City në Angli. Julian Shehu është në radarin e Olympiakos. Gjigantët e Greqisë e mbyllon sezonin si nën kampion, ndërsa tashmë po mendojnë për përforcime. Vetë firma me Shehun nuk do të jetë as pak e lehtë. Kontrata me Widzew Łódź deri në vitin 2028 bën që klubi polak të mos nxitohet. 27 vjeçari ndërkohë u bë risi te kombëtarja në vitin 2025. Madje u kthye edhe në titullar për ekipin e Silvinios gjatë kualifikueses të botrorit, ku u arrit faza play-off. Për plot 4 vite u kthye në titullar i rëndësishëm i Widzew Łódź.
Vetëm në sezonin e dytë në Poloni u penalizua nga një dëmtim i rëndë, teksa prej kohësh ndodhet në formën më të mirë. Shehu tashmë regjistron plot 103 ndeshje me ekipin e elitës polake. Gjatë kësaj kohe janë shënuar edhe 9 gola, si edhe asistuar 8 të tjerë.